1 mars, ngrihu luftoni për vendin tuaj. E keqja është në sulm. Propaganda po fluturon së bashku me municionet nga Amerika dhe Izraeli. Bota pret ndërsa zhvillohet një veprim i fortë ushtarak kundër Iranit. Ajatollahu tashmë është takuar, siç thot Bill O'Reilly, me Allahun, dhe gjërat nuk do të përfundojnë mirë për mullahët të tjerë vrasës. Sa i përket Amerikës, thjesht nuk e di. Ishte mirë të shikonim Kanadan të mbështeste urdhrin e presidentit Trump për të sulmuar. Shpresojmë që kjo do të çojë në një marrëdhënie më të mirë midis dy vendeve. Zakonisht, Franca dhe Britania e kurvoke. Asgjë e re këtu. Në këtë pikë të historisë, Partia Demokrate Amerikane do të kundërshtojë çdo gjë që bën presidenti Trump. Ka një përjashtim të rrallë si senatori Fetterman i Pennsylvanias, por mendimi grupor anti-Trump ka zënë rrënjë thella. A është kjo e mirë për vendin? Jo. Mendimi i pavarur dhe i bazuar në fakte është më i mirë për Amerikën. Para se të analizojmë ata që nuk pajtohen për ndryshimin e regjimit në Iran, duhet kuptojmë 2 pika. Spari, për shkak të kaosit dhe viktimave masive që lidhen me rrëzimin e Saddam Husseinit në Irak, veprimi ushtarak në vendet muslimane duhet të jetë i menduar mirë si dhe metodik. Së dyti, qetësimi i administratës Biden ndaj Iranit çoi drejt për drejt në një rritje të aktivitetit terrorist në të gjithë linjën e mesme, duke kulmuar me masakrën e më shumë se 1000 hebrejve 7 tetor 23. Biden u dorëzoi miliarda dollar mullahave, të cilët më pas u kthyen dhe armatosën Hamasin, Hezbollahun dhe Hutët. Nuk mbaj mend ndonjë kundërshtim ndaj asaj politike nga demokratët. Me njëherë pasi filluan të fluturonin bombat shtunën, të dyshuarit e zakonshëm nxituan të dënonin presidentin Trump. Senatori Schumer tha, udhëheqja e Iranit duhet të largohet, por kjo nuk e justifikon presidentin e Amerikës në një luftë të paligjshme dhe të rrezikshme që do të rrezikojë jetën e anëtarëve të shërbimit ushtarak amerikan. Çak, si do të shkojmë tek udhëheqja e Iranit pa veprime ndëshkuese? Ndërkohë që guvernatori Gavin Newsom, kandidat për president, thotë që presidenti Trump po i vë amerikanët në rrezik jashtë vendit sepse është jo popullor këtu në Amerikë. Bill O'Reilly do thoshte që është loja e vjetër e qenit. A nuk pati muaj negociatash guvernator, ndërkohë që senatori Mark Kelly thotë që Trump po i dërgon anëtarët e shërbimit ushtarak në rrezik pa një shpjegim të qartë ose pa një qëllim përfundimtar. Me sa duket, senatori nuk e vuri re deklaratën e Trump kur tha se ndryshimi i regjimit është qëllimi për të siguruar një botë më të sigurt. Me sa duket, senatori po vre deri vonë. Së fundmi, ABC News ka raportuar se Tucker Carlson e quajti veprimin iranian të neveritshëm dhe të ligë. Duhet isha i kujdesshëm me këtë njoftim, sepse është dhënë nga Jonathan Card, një nga urrësit më të zjarrt të Trumpit media. Javën që vjen mund të presim gjëra të zakonshme të aktit të fuqive të luftës që i dëgjuan pa mas pas veprimit Venezuelës. Kjo është vendosur tashmë në favor të degës ekzekutive nga gjykata federale. Megjithatë, Kongresi mund të miratojë një ligj të ri për ta përditësuar, por nuk do ta bëjë sepse votat nuk janë aty. Ndërkohë, Bill O'Reilly, i cili ka kanalin e tij në mediat sociale, do të kalojë te News Nation, O'Reilly Factor, dhe unë do të kem nderin ta kem përsëri në fokus. Është nga mbështetësit më realist të konservatorizmit amerikan. Për sa i përket bufatorisë nga Shqipëria, deklarata e Ramës, si dhe Mamdanit, do të jenë si case studimi në për Harvard dhe Yale, persona që nuk kanë asnjë potencë dhe nuk ju ka kërkuar askush asnjë mendim. Apo Spiro Pali, e cila është shkarkuar dhe flet nga zyra e dikush më Ernest Inaces o Besnik Mustafait,
duke dhënë mend, duke mbështetur haptas një kriminal luftës siç është Netanyahu. Do doja të ndaloja te protesta djeshme që ishte realisht protest, pa podiume dhe pa folur disa figura të urryera nga demokratët, të jemi realist. Berisha duhet bëjë zgjedhjen e Trump. Është brend, demokratët mblidhen rreth tij. Natyrisht që e djathta nuk bën dhunë, nuk ka vrasje, nuk ka djegje, sepse kjo është provuar që e majta që në 44-ën, e bëri 97-ën në 21 janar. Por simbolikisht, hedhja e Molotov dhe flak në vilën e diktatorit, jo te ish vila e diktatorit, si shton disa media sallakshën Shqipëri. Sepse simboli mbetet të ajo vilë, të ai pallat. Duhet ishte bërë më parë siç është bërë në gjithë vendet ish komuniste të lindjes. Por simbolika vazhdon. Pelesh rit tek zyra e Enver Hoxhës. Bekaj te zyra e Ramizalis, ish ambasada ruse. Rama te ish zyra e Mehmetçeut. Dhe ndërkohë që pallati mbretëror e ndej thon pallati i brigadave. Simbolike ulët. Kur Strasburgu ka nxjerrë rezolut që krimet e komunizmit si krimet e nazizmit, kjo nuk ngjaun në Shqipëri. Simbolet ende vazhdojnë. Dhe shallën e kuq e mbajti dhe ish presidenti Meta apo e gjykatës lartë shqiptare. Dihet që diktatura komuniste ka kryer krime në Shqipëri. Askush nuk ka thënë fal. Dhe tek vila e ish diktatorit, të qosh sa çapaçulët gjoja amerikan, në qoftë se doja të rrëzoje simbolin, i jepja të përndjekurve politik. Rrethoje vilën me emrat e pushkatuarve nga i regjim, siç është muri i Vietnamit këtu. Natyrisht që vila tjetër është më rrezikshme, ajo është Reut, ku shkon e darkon Rama me bashk shortën e tij, e cila doli me kapele si Che Guevarës dje, e pash nga mediat tuaja sociale. Dhe Rama si bufon shkon te vila e ish diktatorit, po frikën e kanë surrek. Trysnia e Spakut është skajore. Familjarët e tij, Zibraku, Abi Bank, me $100 milion transferta nga ajo që ai e quajnë princesha Surreli dhe opozita më e madhe shqiptare. Sinaloa, me Ganigëll. Dhe mbështet sa të duash Netanyahu, frika lexohet. Dhe ti ke frikë se do të vinë Surrel. Rrethi është ngushtuar. Dhe ai bordi i paqes ra. Trump shkoi në trendin e republikanëve. Dhe edhe njerë tregoj që me këtë vend nuk bëhet shaka. Dhe natyrisht nuk ka rëndësi motivet se si Trump goditi Iranin. E majta thot se është dosja Epstein. Netanyahu i ka bërë trysni, por është ëndra e 8 presidentëve amerikanë që të shkatrojnë një shtet që mbështet terrorizmin ndërkombëtar. Dhe një person si Trump mund ta bëjë, sepse fuqia ushtarake amerikane nuk ka qenë më e vogël më parë. Por presidentët kanë pas dyshime, dilema. Natyrisht që presidenti Trump nuk mund të fusë trupa në Iran, sepse del kundër magës. Ai bëri fushat, duke thënë që Kamala Harris do të vrasë fëmijët tuaj, do të shkojnë në luftë në Iran. Ka thënë për Obama dikur. Por në këtë çast është veprimi më i mirë. Vrasja një diktatori. Sikur në kohën e diktatorës tonë të kishte pasur Amerika një president të tillë, të shpëtonte edhe vende si Shqipëria nga diktatorë. Ajo që ndodhi me Venezuelën, kjo që po ndodh në Iran, do të ndodh në Kubë. Ky president ka një mision. Natyrisht që amerikanët nuk e votuan as për Iranin, as për Gazën, as për Ukrainën. Dhe ai po hedh në gambling të ardhmen e tij politike trashëgimnin, në qoftë se humbet mes mandatin, që zakonisht humbet me çdo president që është në detyrë. Por ai pat ato miliona iranian të gëzuar. Sepse duhet të kesh jetuar në atë vend, të dish se çfarë ka ndodhur për 47 vjet në një vend me një kulturë të madhe persëve.
femrat e kanë dirë më shumë se gjithkund. Dhe kur shikoni ato, si që janë mbi 1,5 milion të detyruar nga Rama. Rama mund dalet të flasë si zagar për Netanyahu, por Rama deep down duhet ndihet i friksuar sepse ajatollat e Ballkanit thuaj se janë njësoj si ai ajatollahu i Iranit. Natyrisht është vend evropian. Dhe dhuna nuk është në sasi sa është në Iran, por autokrat, oligark dhe me gjitha anti-kombitant. Dhe më zbuluar doli me artikullin e përbashkët në media në Gjermane me Vučić, ata që duan të kafshojnë veriun e Kosovës, dhe ndërkohë që ti flisë që gjoja në mbrojtje të Thachit. Protestat do të fillojnë të jenë masive dhe në Iran. Trump ju ka dhënë një shans, merren në pushtetin. Dhe kjo thirrje është për gjithë kënd që vuan në regjime autoritare. Nda jo më kot Erdogan doli pari kundra. U hap kutia Pandorës nami mafio, po largohet një diktator. Turqit e provuan më parë. Dhe Macron, patron të Ramës, duket që nuk janë të kënaqur nga veprimi i zotit Trump. Por Trump nuk do të hyjë me trupa si në Irak. Mbase do të bombardojnë 1 javë 10 ditë dhe shansi është që opozita e Iranit, mbase trashëgimtari i Shahut, çdo gjë që mund të ndodhë mbas kësaj do të jetë pozitive. Se si tha dje një iri iranian, ne nuk duam të na pushtoj Amerika. Por gjendja ka shkuar në atë pikë që ne nuk kemi çfarë humbim. Më. Dhe ato fishek zjarre gëzimi tregojnë qartë që kombet, vendet, njerëzit e thjeshtë e ndershëm duan liri. Le të shpresojmë. Le të shpresojmë që ky marsh të jetë tronditës dhe në Shqipëri. Rama shkarkoi gjysmën e qeverisë, nga u friksua. Kush i dha urdhër? Dhe me të gjitha, ai e ndjen që njerëzit e tij tallen nga pas me të. Shkojnë dhe flasin nëpër ambasadë kundër tij, sepse ai e meriton. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.